Përshëndetje, unë jam Luena nga Spitali Eurocare IVF-i në Shqipën turke. Sot dua t'ju shpjegoj se si bëhet IVF-i në Shqipëro. Në fillim ju vjen cikli në ditën e dytë ose në ditën e tretë, bëjmë një ke ginekologu, bëjmë një ultrason, simbas asajt fillojmë të saj gjilpëra ke barku. Gati 10 ditë vazhdon kjo procedura. Simbas atyreve procedurës që do na shkoj që do flasim me doktorin këtu, ju thrasim në Shqipër në ditën e 10 ose në ditën e 12. Kur të vinë në Shqipëro, ditën e parë marrim vezorët e juaja me pak fare anestezi. Simbas asaj edhe burri juaj do japi spermin dhe krijojnë embrionet. Neve duam që embrionet t'i lejmë në 5 ditë në laborator, që t'na krijohet embrioni i mirë dhe me kualitetin e mirë. Kemi dëshirë që ditën e 5 të bëjmë transferimin e embrioneve. Neve kemi dëshirë që 2 embrionet t'ju avejmë edhe embrionet që do ngelin t'ju ja bëjmë prizë. Edhe që të vini më vonë për vlla ose për motër. Shumë faleminderit. Inshallah sa më shpejt bëjeni nën ose baba.